Mi mrama gjithë. Bravo ati djallit, se pyetjen e parë ma e zauroj. Pyetja dytë është, pse mund duhet të votoj për partinë e qamve, partinë e vogla, përgjithësi. Lidhje kam unë si demokrat me koalicionet. Lutem shumë, hiqni koalicionet në vjedhën vota. Sa të marrën votat, sa të bëhen deputet, me cilat do të në del kundra. Faleminderit se pyetjen e parë, bravo qoftë aty djalit, je gjatë qoftë, se unë jam moshën e tretë, a jam bravo qoftë. Tani, edhe unë të falenderoj për mënyrën e sinqertë që shtron pyetjen, por edhe do t'jap një përgjigje që nofta dhe nuk do ju pëlqej. Koalicioni në çdo kohë, t'ju them ju të vërtetën, koalicionet janë të dobishme si një farë të themi garancie për mos përqendrimin e gjitha pushteteve në një parti dhe në një njeri. Por e lam këtë me një anë. Në kushtet e një diktature autoritare që shtyp pluralizmin, që nuk zhvillon zgjedhje po farsë elektorale, në kushtet kur opozita nuk ka rrugë tjetër përveç protestës dhe revoltës, koalicionet janë shumë të domosdoshme. Dhe sa më i gjerë e i fuqishëm tjetë koalicioni, aq me afërt është fitoria ndaj kësaj narkodiktature. Në rastin konkret, zonja, nuk kam parasysh ju mund të keni, por zonja ka majtur në tërësinë parlament qëndrime korrekte. Nofta ka në një rast që unë nuk e kam të regjistruar, se ajo ka qenë fakt një nga themelueset e Partisë Demokratike në 90-ën, po, ka qenë. Por, pyetja jote, pra ka këtë përgjigje. Koalicioni sot është më i nevojshëm se kur dhe unë shfrytëzoj rast që të gjitha ata që ndjejnë veten opozitar të bashkohemi për të shpëtuar Shqipërinë.